Sot në gjykatën speciale të Hagës, vetë 4 ish krerët e UÇK-s do të flasin për herë të fundit nga 20 minuta secili në këtë proces gjyqësor përpara se kjo gjykatë të marrë vendimin për ta. Pritet që fjala e Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Jakub Krasniqit të jetë diçka pas orës 14. Prokuroria speciale ka kërkuar 180 vite burg në total dhe mbrojtja do t'jap po ashtu edhe deklaratat e fundit përmbyllëse me pyetje edhe nga gjyqtarët. Në akt për të ndjekur procesin gjyqësor ka mbritur edhe zëvendës kryeministri i Kosovës Glauko Njufca. Trupi gjykues ka në dispozicion më pas ditës sotme deri në 3 muaj kohë për shpalljen e vendimit. 10 mira shqiptarë nga gjitha trevat janë mbledhur dje në Prishtinë në një protestë madhështore ku kërkuan drejtësi jo politik. Tirana mirëpret sot ministerialin e korridorit të 8 me synim bashkëpunimin ndërqeveritar për përshpejtimin e zhvillimit të kësaj arterie strategjike për transportin, ekonominë dhe sigurinë në rajon. Sesioni drejtohet nga ministri i jashtëm Elisa Spiropali, marrin pjesë delegacione nga Maqedonia e Veriut, Bullgaria, Italia, Rumania, si edhe përvajsues të vendeve partnere. Komisioni Evropian tha për Report Televizion se po monitoron ndryshimet e propozuara nga shumica socialiste që ndalojnë pezullimin e anëtarëve të qeverisë nga gjyqësori, duke tekstuar se çdo nismë duhet jetë në përputhje me standardet evropiane. Duke komentuar përplasjet mes qeverisë dhe magjistratëve, Brukseli vë në dukje se retorikat që ngjallin mosbesim ndaj sistemit gjyqësor nuk janë produktive. Gjykata kushtetuese me shumicë votash i dha të drejtë gjyqtarëve, të cilët ishin ankuar se paga e tyre kishte psuar një ulje me ndryshimet e bëra nga qeveria në vitin 2023. Formula e aplikuar është shfuqizuar dhe gjykata tashmë i kërkon parlamentit që të mirëtojë brenda muajit korrik një tjetër skem që do të garantonte rritje të pagës aktuale për magjistratët, duke përcaktuar se efektet e saj financiare do duhet të nisin që nga prilli vitit 2023. Javët e fundit janë intensifikuar nga SPAK hetimet për koncesionin e laboratorëve të dhënë nga Ministria e Shëndetësisë në vitin 2019. Reportët ka mësuar ekskluzivisht se SPAK ka ushtruar kontrollet e kompanitë koncesionare dhe tek Spitali Amerikan, ku ka sekuestruar dokumente celular, kompjutera dhe materiale tjera të vlefshme për hetim të koncesionin mbi 100 milion euro. Kontroll personal është ushtruar edhe pronarit Klodian Allajbeu, i cili kërkon kthimin e celularit në GKK. Përmirësohet situata e përmbytjeve në zonën e Nën Shkodrës pas shkarkimeve nga kaskada e Drinit, por fshati Obot mbetet ende në ujë, kryesisht në sipërfaqet e tokave bujqësore. Rruga që lidh fshatin ka pranit të ujit rreth 45 cm. Negatishmëritë banorëve janë mjetet e kalueshmërisë së lartë, nuk raportohen banesa të rrethuara nga uji. Hapet aksi Bog Theth pas rreshjeve të dëborës.